Prokuroria e Tiranës ka kërkuar burgim të përjetshëm për vrasësit e ish-drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku. Prokuroria akuzon Bledar Jambelli, alias Ricardo Muho, si edhe shtetasin Kristaj Leci për veprat penale, vrasje e punojësve të policisë së shtetit, mbajtje pa leje e prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Sipas organit të akuzës, Bledar Jambelli, i cili njihet si një person me rrezikshmëri të madhe shoqërore dhe në ndjekje nga organet hetimore dhe policore prej viteve 2000, është hetuar dhe arrestuar për vrasje në dy shtetasve me iniciale SM dhe ESH në periudhën kur drejtoria e policisë Vlorë drejtohej nga Artan Cuku, por thekson prokuroria, gjatë procesit gjyqësor doli i pafajshëm dhe u lirua. Sipas organit të akuzës, në shenjë hakmarrje ndaj Artan Cukut për arrestimin, Bledar Jambelli përgatiti vrasjen e ish-drejtorit policisë Vlorë. Organi i akuzës informon se për të kryer krimin lidhi marrëveshje me Kristaj Lecin dhe për të realizuar vrasjen takoi edhe Mikel Shallarin, të cilit ju premtua pagesë rreth 20.000 euro dhe se do ta merrte në Gjermani pasi të kryente vrasjen, duke e bindur të kryej krimin. Kristaj Leci mësohet se ka pajisur Mikel Shallarin me 2 armë të llojit pistolet, njëra tip zastava dhe tjetra klok me silenciator, ndërsa vetë u vendos në ndjekje të viktimës nga larg, duke bërë vëzhgimin. Mikel Shallari gjuajti të paktën 8 herë viktimën duke lënë në vend ngjarje pa shenja jete. Autori i krimit u ndalua menjëherë dhe pas arrestimit nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me drejtsinë dhe u dënua me 10 vite burg pasi pranoi akuzën, ndërsa i kërkoi ndjes familjarëve të viktimës. Nga hetimet rezultoi provuar te çdo dyshim i arsyeshëm se vrasja u krye me dashje në formën e paramendimit, e shtyrë nga motive akmarrje dhe për motive përfitimi të 2 bashkëpunëtorëve të tjerë, informoi prokuroria. Organi i akuzës deklaroi se këta 3 persona bashkëpunuan në drejtimin e Bledar Jambellit për të vrarë Artan Cukun. Organizuesi i këtij bashkëpunimi ka patur qëllim hakmarrje, ndërsa ndihmësi ka patur qëllimin për të ndihmuar shokun e tij dhe njëkohësisht djalin e hallës së Mikel Shallarit për të përfituar të holla dhe ndihmoi në kryerjen e veprës penale, ndërsa Mikel Shallari kishte interesin e përfitimit material në këtë bashkëpunim dhe përpasoi të 3 kryen vrasjen e ish-drejtorit të policisë Vlorë, thekson prokuroria. Pasi i dështuan përpjekjet për t'u liruar nga burgu dhe pasi siguroi statusin e të penduarit të drejtësisë, Mikel Shallari, ekzekutori i kryekomisarit Artan Cuku, pranoi të rrëfej njeriun që e pagoi për vrasjen, duke rikthyer historinë e një arrestimi në vitin 2012, kohë kur Cuku ka qenë drejtor policie në Vlorë. Shallari i përmendi prokurorëve emrin e Bledar Jambellit, i njohur ndryshe si Ricardo Muho, nga fshati Imbrostar i Fierit. Jambelli ka qenë i arrestuar nga policia si vrasës me pagesë në dhjetor të vitit 2012. Ky arrestim, sipas Shallarit, ka qenë motivi që Jambelli ka kërkuar ekzekutimin e Artan Cukut, pasi me iniciativën e tij ishin rihapur hetimet për disa vrasje në Vlorë. Një vit më pas, në 2013, Artan Cuku u lirua nga detyra me urdhër të drejtorit të atëhershëm të policisë, Artan Didi, ndërkohë pavarësisht rihapjes së hetimeve për vrasjen tek Pusi i Mezinit, Bledar Jambelli u lirua nga burgu pasi në ato kohë u tha se nuk u gjetën prova. 4 vite pas arrestimit, ai gjeti njeriun që pranoi të ekzekutojë Artan Cukun. Kontaktoi Mikel Shallarin, njeri nga Kuçova që banonte në Tiranë, në qytetin Studenti. Shallari i rrëfeu prokurorëve se me Bledar Jambellin komunikoi përmes kushëririt të tij. Person ky i shpallur në kërkim për vrasjen e Artan Cukut mori 3.000 euro paradhënie. Pjesën tjetër të parave do ta merrte pasi të mbaronte punë, u ka thënë prokurorëve. Kryekomisari u vra duke hyrë në shtëpinë e tij në Tiranë natën e 8 prillit të vitit 2017. Ai u qellua me 5 plumba, 4 në gjoks dhe 1 në kokë. Arrestimi që i kushtoi jetën ishte të bënte me një zinxhir vrasjesh që nisnin që nga përplasjet mes bandave të Vlorës në vitin 97 dhe vazhdonin përmes hakmarrjes dhe trafikut të drogës e prostitutave në Spanjë. Bledar Jambelli u dyshua për vrasjen me pagesë të Amarildo Delajt në shtator të vitit 2012 dhe të fortit të Vlorës Shpëtim Muka në vitin 2006 tek Pusi i Mezinit. Dy ngjarjet lidhen mes tyre, pasi viktimat kishin krijuar konflikte në Spanjë me Sokol Ramon. 2 atentatet mendohej se u realizuan nga i njëjti person, Bledar Jambelli. Më 27 shtator 2006 në Barcelonë të Spanjës mbeti i vrarë Slejdi Zanaj, nipi i Shpëtim Mukës, për vrasjen u akuzua Sokol Rama. Në vitin 2006, thuaj se vrasja pati si motiv luftën mes bandave shqiptare për rivalitetin e prostitucionit dhe drogës. Policia spanjolle arrestoi Sokol Ramon, por më pas u lirua për mungesë provash. Më 11 nëntor 2006, Armando Zanaj, vëllai i Slejdi Zanajt, vrau Leonora Ramon, nënën e Sokol Ramos, oficere e marinës. Leonora u vra në afërsi të godinës së Bashkisë së Vlorës. Armando Zanaj, atëherë 16 vjeç, u arrestua dhe në polici pati deklaruar se kishte kryer krimin për të marrë hakun e vëllait të vrarë në Spanjë. Më 29 nëntor 2006, ekzekutohet pranë shtëpisë Shpëtim Muka dhe Edvin Sheu,
ndërsa u plagoset Edvin Zanaj, vëllai i ekzekutorit të Leonora Ramës. Për këtë vrasje, u akuzua si urdhërues Sokol Rama si akmarrje për nënën e tij. Policia brenda pak orësh gjeti të braktisur makinën e autorëve ku ishin edhe gjurmët e të arrestuarit Jambelli, por që deri kohët e fundit nuk ishte vërtetuar implikimi i tij në krim. Më 1 nëntor 2007 në Tiranë, pranë maternitetit Koço Glozheni, vritet Edvin Zanaj, djaloshi i cili i shpëtoi atentatit një vit më parë. Burimet nga grupi hetimor në prokurorinë e Tiranës në atë kohë thanë se dyshonin se vrasja ishte porositur nga burgu i Spanjës ku ndodhej i arrestuar Sokol Rama. I fundit ishte arrestuar në mars të 2007 në Madrid. Nga informacionet operative, u thanë atë kohë se Sokol Rama ishte vënë në dispozicion 10.000 euro dhe personi i paguar ishte kryer shërbimin, duke ekzekutuar me plumb në kokë 23 vjeçarin Vlonjat, i cili prej disa muajsh fshihej në Tiranë. Për këtë zinxhir vrasjesh në pranga është vënë vetëm Armando Zanaj, ndërkaq që i arrestuari Bledar Jambelli nuk rezulton të ketë ndonjë lidhje fare fisnore me Leonora Ramën. Për këtë arsye, policia e Vlorës dyshonte se Jambelli mund të ishte vrasës me pagesë.